Përshëndetje nxënës të klasës së 7 dhe ja ku po takohemi përsëri në mësimin online e klasës. Gjatë këtij prezantimi, si fazë të dytë të transformimeve gjeometrike, do t'ju paraqes rotacioni. Siç thash edhe më parë, rotacioni është pjesë e transformimeve gjeometrike, cila së bashku me simetrinë boshtore dhe translacionin i përbëjnë të gjithat kompletin e transformimeve gjeometrike. Dallimi ndërmjet simetrisë dhe rotacionit është se të rotacioni, përveç se pasqyrohet figura, këtu kemi edhe këndin e rotacionit, si dhe orientimin, do të thënë anën në të cilën bëhet rrotullimi i figurës. Si fillim do t'ju paraqes një shembull. Rrotulloje trekëndshin për 180 shkallë rreth pikës X. Në një rrjet katrore kemi një trekëndësh. Atë duhet ta rrotullojmë rreth pikës X, do të thënë rreth kësaj pike, për këndin e rrotullimit 180 shkallë në drejtim të akrepave të orës, do të thënë nga e majta në të djathtë. Të shohim se si do të lëviz ky trekëndësh gjatë rrotullimit. Në fazën e dytë, do të thënë trekëndshi i kaltërt, është rrotullimi i trekëndshit të dhënë ose originalit, siç e shohim për këndin prej 90 shkallësh. Po detyra jonë është që ta rrotullojmë për 180 shkallë, do të thënë duhet ta rrotullojmë këtë trekëndësh edhe për 90 shkallë të tjera. Dhe gjatë rrotullimit për 180 shkallë nga originali deri te pasqyra, trekëndshi do të vijë në këtë pozitë. Do të thënë, ky trekëndsh i ngjyrë hyri është rrotullimi i trekëndshit originalit për 180 shkallë kënd të rrotullimit. Gjithmonë trekëndshi që kërkohet ose që rrotullohet quhet originali, ndërsa trekëndshi i rrotulluar quhet pasqyra. Dhe gjithmonë do të themi se këto dy trekëndshë në rastin tonë, mund të jenë edhe figura tjera, janë të pothitshëm. Të kalojmë tani në një shembull tjetër. Rrotullo figurën për 90 shkallë rreth pikës A. Do të thënë, do bëjmë një rrotullim prej 90 shkallës rreth një pike të caktuar, e cila quhet edhe qendra e rrotullimit. Do të thënë, rotacioni ka këndin, ka akajën dhe ka qendrën e rrotullimit, e cila është një pikë e caktuar në rrafsh. Në rrjetën katrore marrim një figurë të këtillë gjeometrike, e cila është katërkëndësh formë rombi. Do të mundohemi atë ta rrotullojmë për 90 shkallë. Gjatë rrotullimit rreth pikës A, ja ku e kemi pika A, e cila është qendra e rrotullimit. Do të thënë, do ta rrotullojmë në këtë drejtim. Kur do të rrotullohet, atëherë do të bartim një kënd të saj, do të thënë 2 te pika dhe 2 në të djathtë, dhe do t'i lidhim atë pikën. Ja si do të duket, pra katërkëndshi i kaltërt është rrotullimi i katërkëndshit të kuq për këndin prej 90 shkallë në drejtim të akrepave të orës. Dhe gjithmonë katërkëndshi ose figura e kuqe quhet originali, ndërsa figura e kaltërt është pasqyrimi i originalit gjatë rrotullimit për kënd prej 90 shkallë rreth pikës A. Dhe përsëri do ta përsërisim se këto dy katërkëndsh ose këto dy figura janë të pothitshme ndërmjet veti. Të kalojmë tani në një shembull tjetër. Rrotullimi i figurës për 180 shkallë. Ja kemi një figurë të këtillë. Kemi pikën e rrotullimit X dhe këndin e rrotullimit për 180 shkallë. Do të thënë, duhet të lëvizë në këtë drejtim. Vija e kuqe që tregon drejtimin e
e rrotullimit të kësaj figure për 180 shkallë. Do me thënë duhet vjen pozitë të kundërt me ata që është tani. Gjatë rrotullimit për 180 shkallëve figura do të duket kështu. Do me thënë figura e gjelbërt është rrotullimi i figurës së kuqe për këndin për 180 shkallë në drejtim të akrepave të orës në qendër të rrotullimit X. Gjithmonë figura që rrotullohet është origjinali dhe figura e rrotulluar është pasqyrimi i originalit dhe gjithmonë janë të pothuajshme tërmjet veti. Të kalojmë tani në një shembull tjetër. Rrotullim për 90 shkallë në drejtim të akrepave të orës. Ja kemi një figurë me një në formë të flamurit i kuq, që duhet të rrotullojmë për 90 shkallë në drejtim të akrepave të orës. Rreth boshti ose pikës së X. Pika X që shihni gjendet në fund të mbajtjes së këtij flamurit. Dhe kur do të rrotullohet për 90 shkallë, shkallë në drejtim të akrepave të orës, do të paraqitet flamuri i verdh, i cili është pasqyra e originalit ose pasqyra e flamurit të kuq. Kjo ishte e gjitha që paraqitëm për rotacionin. Mësimi në libër gjendet në faqet 220 deri 223. Ju për ushtrime do t'i merrni detyrat 1 dhe 2 në faqe 222. Unë ju dëshiroj suksese dhe ju uroj shëndet. Mirupafshim në prezantimet tjera.